tjetër konvështrim mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë së famshme ka ardhur këtë herë nga një person shumë i afërt me një nga banorët. Motra Mateos, Casey, e ftuar në një intervistë, ka komentuar raportin e tij me Brikenën duke treguar se fillimisht kishte një tjetër ide për vajzën që mund t'i përshtatej atij. Me sa të drejtën unë prisja një tip si e Selinit për Mateo me ato alodimet e mia, u shpreh ajo, por ndjekja e përditshme e dinamikave në shtëpi e ka bërë të ndryshoj mendim duke e parë lidhjen e tyre në një konvështrim tjetër. Duke parë vazhdimsi, një tip si Brikena i përshtatet më shumë se duhet të balancojë njëri tjetrin. I përshtatet më shumë se e zbut Brikena Mateon, deklaroi ajo. Sipas saj, karakteri fort i vëllait kërkon një partner që di të kërkojë ekuilibër dhe jo përplasje. E zbut sepse ai di të jetë dhe i butë dhe i egër. Ndërsa me një tip si Selini, dy zjarre bashkë sikur të bënin shumë zhurmë. Me këtë deklaratet e saj, motra e Mateos trezoi pak rretin, sidomos fancat e dyshes Brikena Mateo, por se si do të jetë marrëdhënia, për këtë na mbetet të presim, vetëm pasi të përfundojë spektakli më i famshëm në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.